Në historinë e Shqipërisë ka emra që nuk I mbulon as koha, as pluhuri harresës. Njëri prej tyre është Luiq Gurakuqi, njeriu që me mendjen, penën dhe shpirtin e tij I dha frym një kombi të sapolindur. Delegat në Kuvendin e Vlorës, firmëtar I Aktit të Pavarësisë dhe shkruesi I tekstit të Proklamatës së Pavarësisë së Shqipërisë, mjaftojnë këto 3 vepra për ta vendosur përgjithmonë në altarin e lavdisë kombëtare. Por, për fatin tragjik të shqiptarëve, historia e tij nuk mbyllet me këto akte madhështore. Ajo mbaron me 3 krisma të pabesisë, që më 2 mars 1925, në qytetin e Barit Italisë, do të ndalnin përjetësisht zemrën e tij të madhe. Luiq Gurakuqi lindi në Shkodër më 19 shkurt 1879, në një familje qytetare që çmonte arsimin dhe atë dhe dashurinë. Ai u formua në Kolegjin Saverian, më pas në Itali, ku fitoi njohuri të thella në gjuhësi, filozofi dhe letërsi, por mbi të gjitha mori frymën e idealit të lirisë. Që në rini u dallua një si një intelektual I përkushtuar ndaj arsimit kombëtar, duke ndihmuar në themelimin e shkollave shqipe dhe përhapjen e gjuhës amtare në një kohë kur ajo ndalohej. Në vitin 1908 ishte pjesë e Kongresit të Manastirit, ku u përcaktua alfabeti I gjuhës shqipe. Gurakuqi ushqua për maturin, urtësinë dhe fjalën e mençur që bashkonte njerëzit. Kur shumë të tjerë luftonin me armë, ai luftonte me dije dhe me penë. Në nëntor të vitit 1912, kur historia firri bit më të mirë të kombit në Vlorë, ai ishte ndër të parët që ju përgjigj. Luiq Gurakuqi mbërriti në Vlorë me delegacionin e Shkodrës dhe u bë një nga figurat më të rëndësishme të asaj mbledhjeje historike. Ai ishte redaktori dhe shkruesi I tekstit të Aktit të Pavarësisë, me një gjuhë të pastër, të fuqishme dhe solemne, që shënoi lindjen e Shqipërisë moderne. Në qeverinë e parë të Ismail Qemalit, ai mori detyrën e ministrit të arsimit. Fjalët e tij, të thjeshta por të pjekura, mbetën në kujtesën e brezave. Një popull që nuk arsimon veten, nuk mund të jetojë I lirë. Gjatë viteve të turbullta që pasuan, ai ishte gjithmonë në anën e drejtësisë, duke u bërë një nga figurat më të besuara të Fanolit dhe një prej ideatorëve të reformave demokratike të vitit 1924. Pas largimit të Zogut në vitin 1924 dhe ardhjes në pushtet të qeverisë së Fanolit, Luiq Gurakuqi u vu në shërbim të shtetit të ri, me besim se Shqipëria po hynte në një epokë ndriçimi. Por koha e shpresës zgjati pak. Në fund të atij viti, Ahmet Zogu, I mbështetur nga forcat serbe dhe jugoslave, rikthehet me dhunë në pushtet përmes asaj që historia e njeh si revolucioni I dështuar I qershorit. Gurakuqi, bashkë me shumë bashkëmendimtar, detyrohet të largohet nga atë dheu dhe të marrë rrugën e mërgimit. U vendos në Barit e Italisë, ku vazhdoi të shkruante, të mendonte dhe të ëndronte për një Shqipëri të lirë, demokratike dhe të arsimuar. Ishte një e hënë e zakonshme, por që do të hynte në histori si nata e zeze e shqiptarëve. Në hotelin Kavur të Barit, Luiq Gurakuqi darkonte me miqtë e tij, Dan Hasanin, Riza Danin dhe bashkëshorten e tij Makbule. Rreth orës 21:00, ai u ngrit me qetësi nga tavolina, duke thënë se do të shkonte te miku I tij, Sotiri, për t'i thënë vajzës e tij një dhuratë, një kukull. Por sapo doli nga dera e hotelit, përballë tij u shfaq Baltion Stambolla, djali I Tezës. Pa thënë asnjë fjalë, e qelloi 3 herë me revolver. Një nga plumbat I përshkoi zemrën. Luigi ra përmbys në trotuar, ndërsa rreth tij u mblodhen njerëzit e tronditur. Nuk kaluan më shumë se pak minuta dhe ajo zemër që kishte rrahur për Shqipërinë pushoi përgjithmonë. Hetimet zbuluan shumë shpejt se Stambolla nuk kishte vepruar vetëm. Nga burgu I Barit, ai dërgoi një letër në të cilën kërkonte ndihmë dhe pranonte se kishte vepruar me porosi. Në atë letër, emrat që përmenden ishin tronditës: Ahmet Zogu, atëherë kryeministri I Shqipërisë, Ceno Bej Kryeziu, kunati I tij, dhe Çatin Saraçi, konsuli I Shqipërisë në Bari. Letra ishte e paqartë, me shkrim fëmijor, por e qartë në mesazhin e saj. Stambolla kishte qenë një vegël e paguar në duart të pushtetit. Dëshmitë e mëvonshme për fshir kujtimet e Çatit Saraçit e konfirmojnë këtë. Në kujtimet e veta, Saraçi shkruan: Kur mbërrita në Tiranë, gjeta Zogun dhe kunatin e tij, Ceno Bej Kryeziun, shendever dhe krenar për atë që kishte ndodhur në Bari. Edhe Ceno Bej Kryeziu e pranoi hapur për shtypin jugoslav, unë kam vrasë Zia Dibrën, Bajram Curin dhe Luiq Gurakuqin, për paqen tuaj e tonën. Vrasja e Luiq Gurakuqit tronditi mbar kombin shqiptar. Në ceremoninë e varimit, Hasan Prishtina foli me dhimbje dhe revolt: Lamtumi I Romik I madh, o ndera e kombit ton. Fli I qetë Gurakuq, se shpagën tënde do ta marrim. Humbja jote është plagë e madhe për Shqipërinë dhe për të gjithë ata shqiptar që ende vuajnë në ngrushtin e të huajve.